Sa ndikon ambienti ngratë, ambienti i freskët, si ndikon kjo shëndetin, duke di që ne po jemi edhe të djersitur nga vera, mandej po dalim në ambiente më të freskëta dhe po ndikon shumë në ftohje. Sigurisht, sepse përgjes për luftime e këtyre sëmundjeve, pra tek njerëzit, sidomos te fëmijët, është imuniteti. Dhe në rast se ne rrim në ambient të freskët dhe prej ambient të freskët dalim në ambient shumë të ngrohtë, kjo është një stres për imunitetin, ose një goditje, ose një papërgatitje për organizmin. Kështu që pastaj imuniteti ose ky papërgatitje, disbalanci i imunitetit bën që organizmi të jetë më i ndjeshëm dhe kontakti i parë me virusin na bën më të predispozueshëm mund të manifestojmë sëmundje. Po si duhet të reagojmë në këtë mënyrë, nëse vetë se kemi ambientin tjetër me atë që kemi qenë më përpara? Atëherë, normalisht është mirë që të bëjmë një adaptim ose një ambientim më të ngadalshëm, do thotë mos dalim njëherë në një ambient që është ekstrem më i dallueshëm prej atij ku kemi qenë, po të bëjmë do thotë në një farë mënyrë jemi në një veturë, jemi duke udhëtuar për një kohë më gjatë ose një rrugë pak më gjatë, do thotë një ambient i cili na vojitet gjatë udhëtimit jetë pak më i freskët, mirë po në momentin veç kur ne jemi afër do thotë destinacionin, ndoshta është mirë që të adaptojmë pak temperaturën dhe të përgatitim organizmin në një temperaturë tjetër.